brenda kësaj depe, ju tregu dhe publiku sa kvadraturi ka komplet depe dhe zakonisht sa pemë përmendojnë sasi në kilogram arrini me depunu këtu. Edhe më këtu i kemi 5 dhoma, me ftohje të thjeshtë, jo me ftohje olo, të jemi të qartë. Se cila dhomë ka kapacitet edhe 200.000 kila për rujtje me mollë, në total është rreth 1 milion kila për rujtje. Për ruajtjen vetë. Çka do me thonë, realisht e furnizoni tregun vendor me diku afër 1 milion kilogram me mollë dhe pemë të tjera. Po, do më thonë me mollë kem arrit dikon rreth 700 tona viteve para prake, kur nuk kem pas dome nga ngricat, ndërsa këtë vetë do më thonë pritet dikon rreth 300.000 kilogram. Jo ma shumë për shkak të damëve në pranverë. Është biznes natyrë të hapun, biznes i hapun edhe nuk më varet komplet prej teje sa domi najtë gati, ekziston diçka e natyrës që ta prish në fund din ka njerë me bo edhe kështu. Jeton po të falenderoj shumë që mas parti i kënda edhe këshillat për publikun, na ke tregu për plantacionin edhe kena kuptu pak a shumë nëse dona me ndërtu një plantacion me mollë, çka na fret, çka ko me na gjithë. Faleminderit edhe për juve për mundësinë e dhënë, faleminderit për vizitin, që jemi herë tjera shpresoj. Shpresoj e dhënë. Kështu shikues dashur, unë po e shfrytëzoj rastin që edhe tash në këta minuta këtu bashkërisht me jetonin edhe me përmbyll bisedën për ditën e sotshme, po besoj që mjaftueshëm e kemi kuptu lidhje me plantacionin e mollave, realisht sa investim kërkon, çfarë kujdesi kërkon, edhe nëse doni me ndërtu një plantacion të mollave, unë po mendoj që prafërsisht kom ju dasht edhe një depo kështu sikur kjo, ndoshta jo me këtë kvadraturë, mirë po kom ju dasht një depo për ruajtjen e këtyre mollave, sepse atëherë keni me prit edhe çmimin shumë atë mirë për shitje ose për treg, edhe realisht keni me mujt me mbizotru ju tregun e juj. Mirë po, kulturat e tjera na kemi po në epizodat të tjerë, ju vi mbetet që të ndeshni të dielën tjetër në po të njëjtën orë. E deri atëherë nga unë Dafina Mirëmbeshje dhe miru takofshim.